Karajvajzen, make it happen. Ju kam treguar në fillim të emisionit që të flasim një temë shumë interesante që këto kohëve të fundit patjetër. Po thuaj se secili jemi duke aplikuar diçka në fytyrën tonë, filler apo botox për të dukur më bukur, po bukuria nganjëherë edhe dhëmb. Por duhet me shikuar edhe momentin se kur duhet t'i aplikojmë, sepse tashmë janë temperaturat e larta dhe profesionistët janë ata të cilët na këshillojnë se kur duhet të bëjmë aplikimin e filler dhe botox. Jemi këtu bashkë me Nora Goka dhe Molli, stomatologe, për cilën do të flasim me detaje për këtë temë. Nora, mirëmëngjesi, faleminderit shumë që ke ardhur. Mirëmëngjesi Besiona, mirë se u gjeta. Atëherë, sa është e sigurt që të bëjmë filler dhe botox në sezonin e verës? Shumica pacientëve shtrojnë këtë pyetje, sepse mendojnë që verës është ndoshta një rrezikshmëri më e madhe. Në fakt, nuk është se ka ndonjë rrezikshmëri shumë madhe, po problemi vetëm është dielli. Nuk duhet mu ekspozu në diell, mbas aplikimit qoftë të fillerit apo të botoxit, nuk duhet mu ekspozu direkt në diell të paktën 24 deri në 48 orët e para. Shumë shpesh është pyetja, tash unë kam shku deri te shtëpia nëpër diell a guxoj. Normal që një rrugë e shkurtë nuk është se paraqet problem, po jo me dal para rrezeve diellit edhe me bën një rrezitje. Ajo është ndaluar për shkak se mundet me shkaktu edema më të mëdha, pra të ajona më të mëdha në vendet e aplikimit, po ashtu edhe mundet me u skuq si dhe me shkaktu hiperpigmentim në vendin e aplikimit. Do të thonë vetëm për shkak të këtyre arsyeve duhet me ju largu diellit për 24 deri në 48 orët e para pas aplikimit. Si për fillerin ashtu edhe për botoxin. Ka shumë shpesh që pacientët thonë se kom dëgju që pas aplikimit nuk duhet me do në diell për shkak se shkrihet filleri. Nuk shkrihet filleri, mirë po tendenca për me lëviz për shkak të nxehtësisë është më e madhe. Dhe kjo që e përmenda pak më herët për shkak të edemave dhe komplikacioneve që mundet më shfaqe. Po mirë po pjesa e aplikimit, a dallon nga sezonat të tjera? Apo është e njëjtë gjithçka? Ndoshta duke filluar që nga para përgatitja, të themi për pacientin, apo si e quani, apo sepse në fakt kjo bëhet edhe për qef. Ma shumë ndoshta klienti me thonë, se bëhet për qef. Ka shumë pak raste kur bëhet për një qëllim, ndoshta siç është çështja e migrenës që tashmë vetë se po e bëjnë, atëherë ndoshta mund ta quajmë pacient. Po, janë disa raste që bëhet ndoshta si pacient, siç e përmendë pra për migrenën ose për bruksizmin, ata që shtrëngojnë dhëmbët natën që e kanë atë problemin, atëherë aplikohet në muskujt masetër. Mirë po nuk ndryshon, teknika e injektimit është e njëjta. Vetëm dallimi është që nuk duhet me ju ekspozu diellit dhe nuk duhet me qëndru në ambiente që janë në temperatura shumë të larta, si për shembull në sauna, jacuzzi, ato duhet me i eliminu për, domethënë për këto 24 orë ose deri në 48 orët e para. Si duhet ta përgatisim veten para se të bëjmë aplikimin e këtyre? E kam fjalën në pjesën e fytyrës në veçantë, sepse meqenëse se këto janë aplikimet më të shpeshta. Është mirë para aplikimit mos përdorim barna të ndryshme, nuk duhet me vendos fondatinën, duhet me qenë lëkura e pastërt, në lëkurë nuk duhet me pas ndryshime, ndonjë smundje të lëkurës apo ndonjë infektim të lëkurës, se ka shumë pacient që gjatë verës kanë infeksione të ndryshme nëpër lëkurë, duhet zakonisht ne doktorët me bëni një inspektim vizual të lëkurës edhe me pa nëse ka ndonjë ndryshim. Momente që shohim ndryshime, atëherë duhet me ushty seanca e injektimit deri në momentin kur neutralizohet dhe kemi një lëkurë të pastër dhe të shëndetshme. Po ashtu edhe te pjesa e buzës, asnjëherë nuk duhet mu apliku në momente që kemi herpes. Se dihet që verës herpeset janë shumë të shpeshta, kështu që nuk duhet mu apliku në momentin që ka herpes. Paktën 3 javët e para pas shërimit nga herpesi nuk duhet mu apliku. A rekomandoni ndonjë test para prakisht të bëni në mënyrë që t'jeni dhju qetë para se të bëni një aplikim? Testet i rekomandojmë vetëm në ato raste kur pacienti tregon një histori të alergjisë, sidomos të alergjive të rënda ose të shumëllojshmërive të alergjive, atëherë ne gjithmonë e preferojmë testin, si për fillerin ashtu edhe për botoxin, po jo në të gjitha raste, se zakonisht nuk ka probleme, nuk paraqet ndonjë lloj alergjie. Përveç se nëse përdoren produkte të pacertifikuara dhe produkte me datë të skadencës, domethënë që nuk i kanë datën e duhur të skadencës. Vetëm në ato raste atëherë mundet me paraqit alergji dhe alergji të rënda. Prandaj është shumë e rëndësishme me ditë edhe me zgjedh produktin edhe mjekun. Cilat janë gabimet më shpeshta që edhe ju i keni hasë të klientët që i kanë bërë më pas trajtimit?
Pas aplikimit? Zakonisht përdorimi i alkoolit, shumë shpesh kom pas pacient edhe pse ja kemi cek. Nuk lejohet, ë? Nuk lejohet, ja kemi cek që nuk duhet paktën 24 orët e para me përdor alkoolin, ka shumë pacient që kanë përdor, ka shumë pacient që pas aplikimit e prekin zonën e injektuar, që nuk duhet me u prek, nuk duhet me u pastru, nuk duhet me u ly, domethënë duhet me lënë ashtu siç e kemi injektuar. Ditën e parë nuk duhet me bë asnjë lloj prekje në fytyrë. Kam shumë pacient që pas aplikimit të buzës shkojnë direkt dhe i lyjnë buzët, sepse nuk dojnë me ju dok me ato, nganjëherë mundet me pas ndonjë shenjë, ndonjë hematom, që është shumë normale, mirë po nuk duhet asnjëherë. Për shkak se janë ato vrimat e injektimit dhe aty mundet shumë shpejt me pas lloj të infeksioneve të ndryshme, për shkak se kemi vrimat ku kemi bë injektimin. Po cilat mund me qenë komplikimet që mundet me i pas, më pas në qoftë se vetë i ka bërë këto gabime, shembull ka pirë alkool ose ka përdorur diçka në fytyrë që nuk është dashur pikërisht pas injektimit? Për shembull, tek pjesa e alkoolit mundet me pas ndonjë lloj reaksioni që nuk duhet, prandaj edhe nuk duhet me u përdor për shkak të aplikimit. Tek pjesa e prekjes mundet me u shkaktu infeksione, për shkak se durt normal që e dim që edhe pse pastrohen prap kemi ato mikroorganizmat, derisa të mbyllen ato e vrimat e injektimit duhet me qenë shumë strikte, në mënyrë që mos të kontaminohet vendi i injektimit. Domethënë mundet me u shkaktu infeksione të ndryshme, të cilat mundet me çuar në infeksione kogjatrana, edhe më pas duhet me u drejtu tek kirurgu maksilofacial dhe është një procedur pak shumë ma e keqe ndoshta për shërim dhe ma e vështirë, ma e ngadalshme. Nora, tani jemi në sezon e verës edhe fillojnë dasmat edhe gjithë duam që të dukemi bukur në ato evente. Sa kohë përpara preferoni jo që, apo rekomandoni që t'i bëni, nëse dikush dëshiron që të bëni një injektim të tillë, që ta bëj? Në mënyrë që ta ketë rezultatin tamam ashtu si që të dëshiron. Për botoksin zakonisht duhet 2 javë para, për shkak se dim që efekti i botoksit është brenda 2 javë, ndërsa për fillerin është e rekomandueshme 3 deri në 4 javë para. Për shkak se duhet me u bë lidhja e fillerit me muskulin dhe me u neutralizu që në mënyrë me qenë me u duk shumë natyrale dhe mos me u duk që ke apliku fillerin, se normal që momentin që aplikohet shumë shpesh ka ndoshta si quajmë na gunga ose të ngrituna, të cilat i duhet pak kohë për me ushtri dhe me u lidh mirë me muskulin. Prandaj dhe preferohet ndoshta 1 muaj ditë para me u apliku fillerin, ndërsa për botoksin vetëm 2 javë para. Nora, e di që kena përmend edhe në emisionet të mëhershme dallimi mes botoks dhe filler, por ndoshta edhe sot do të kemi ndonjë shikues që nuk na kanë ndjekur në atë kohë. Të flasim pak për dallimet mes tyre. Botoksi zakonisht bën bllokimin e muskulit, zakonisht aplikohet në muskujt e mimikës, domethënë në rrudhat dinamike, jo në rrudhat statike. Botoksi bën bllokim nëpërmjet nyjeve muskulare, bëhet bllokimi i nyjeve muskulare të cilat bëjnë përqimin deri tek muskuli. Domethënë e bllokon, në fakt e paralizon atë pjesë për një kohë të caktuar, 3 deri në 6 muaj. Më intensiv është 3 muajt e parë, pastaj 3 muajt e dytë fillon dhe e lëshon. E rekomandueshme është të bëhet injektimi 2 herë në vit, domethënë çdo 5 ose 6 muaj. Ndërsa acidi hyaluronik apo filleri jep volum, mbush, aty ku kanë humb volumet me kohën e dim që prej moshës 25 vjeçare stopohet prodhimi i kolagjenit, stopohet prodhimi i acidit hyaluronik dhe muskujt fillojnë dhe bien. Bie dhe muskulatura komplet, kështu që ne duam që ta rikthejmë atë volum. Për me rikthy volumin atëherë përdoret acidi hyaluronik. Për shembull tek pjesa e buzës, tek pjesa e mollzës, tek pjesa e mjekrës, konturimi i nofullës, domethënë janë disa zona ku mundemi me rikthy volumin, ndërsa botoksi zakonisht aplikohet tek muskujt frontale apo te pjesa e ballit, tek pjesa glabelare, te pjesa periokulare e syrit, domethënë aty ku kemi mimikat. Shumë shpesh përdoret edhe për gummy smile apo kur buzëqeshim që ekspozohet gingiva, atëherë përdoret botoksi sepse relakson muskulin dhe nuk mundet me u ngrit buza lart. Domethënë janë disa pjesa. A keni klient që ju përzin punën e juaj? Shembull, nuk e din ndoshta dallimin edhe kërkojnë botoks ku ta dinë ndonjë vend që nuk duhet realisht aplikohet. Ka shumë të tillë edhe mendoj që tek ne ndoshta këtë vitin e fundit kanë filluar me u informu pak a shumë dallimin mes botoksit edhe fillerit apo se si injektohet, sepse ka shumë që vjen edhe thotë mbushmi buzët, mollzat me botoks ose mbushmi vijat e dinamike me filler, kështu që nuk i din ato dallimet se
apliku duhet, vetëm se kanë dëgju që diçka po aplikohet, po se çka nuk i din. Unë mendoj që para se me shku te një klinik, gjithmonë duhet me qenë shumë të informuar se çka po don me bo, çka po don me fut në organizmin tonë, çfarë produkte, çfarë materiale dhe çfarë efekte kanë. Se shumë të tilla ka që vinë me rrudha shumë statike dhe thot, do me thonë, botoksi e bën blokimin, e bën punën e vet. Mirë po ajo rrudha që është shumë e thellë nuk mundet me u largu, sidomos me herën e parë. Kështu që janë disa pika që duhet me ja spjegu pacientit para, po edhe pse shumë shpesh e spjegojmë, do shta marrim ma shumë kohë duke e spjegu se sa duke apliku, mirë po prapë se prapë kthejen edhe pyesin në telefon pse kjo vi nuk është hek ose pse kjo nuk ka ndryshu. Do me thonë, informimi është shumë i pakt. E qartë. Nora, këto kohëve të fundit po shoh që shumë vajza të reja kanë filluar që t'i aplikojnë. Ka ndonjë moshë caktuar se kur është e lejueshme? Normal si pas FDA-s që është përcaktune mbi moshën 18 vjeqare. Mirë po, unë e kom sjekë edhe në për intervista tjera, gjithmonë e preferojmë mbi moshën 25 vjeqare. Pse mbi moshën 25 vjeqare? Sepse deri në moshën 25 vjeqare e kemi volumet, e kemi acidin hyaluronik që e prodhon vetë organizmi, e kemi kolagjenin, kështu që nuk po besoj që është e nevojshme për me u apliku. Unë kam dëgju që jashtë e aplikojmë mbi moshën 18 vjeqare për shkak të parandalimit. Do shta kjo kam e qenë edhe ndoshta si një trajtem shumë i afërt këtë vitin 2025, ndoshta si trend ka me qenë për me parandalu, për parandalim. Mirë po unë mendoj që nuk është e nevojshme, nuk është e nevojshme. A keni raste që vinë ndoshta edhe më të reja për të kërkuar, për të aplikuar? Po, ka shumë raste tilla. Kam pas një mashkull që ka dash me apliku, ka pas diku 19 vjeç, me të vërtetë ka pas vija, që shumë rrallë ndodh me pas rrudha të theksuara në atë moshë. Po ai kishte, dhe kemi arrit me ashtu deri në moshën 24 vjeqare, do me thonë i bie diku para 5 viteve, edhe tani e ka apliku. E ka apliku herën e parë, kur ka arën pas 6 muajsh, me thonë drejten, edhe pse nuk ka pas, do me thonë ka ra efekti botoksit, ka qenë shumë ma mirë se herën e parë. Normal se muskulatura është e re, edhe efekti është shumë ma i mirë. Shtu që herën e dytë kemi pas nevojë me apliku. Deri ta shohim në një seancë të dytë, se kur ta mendon edhe pacienti edhe unë. Po fatmirësisht pacienti ka qenë shumë bashkëpunues, se kemi shumë pacientë të cilët nuk bashkëpunojnë, e ka ndo mendjen me kryat intervenim edhe ashtu vazhdojnë. Edhe pse ti ja shpjegon rreziqet, ja shpjegon ndoshta edhe ato të paduna që mundet me ndodhë, mirë po ka shumë të tillë që e ndojnë mendjen edhe dojnë me apliku ato. Po nën moshën 18 vjeqare asnjëherë nuk i pranojmë. Edhe nëse vinë me prind, edhe nëse vinë vetë në moshën 18 vjeqare, nuk ka shanse. Se kam raste të tilla që vinë në moshën 18 vjeqare dhe me prind, të shoqëruar me prind, do shta munde me pyet pse me prind. Për shkak se prindi vjen edhe mundohet që së bashku me mu... Po jo, së bashku me mu që nëse mundim, nëse arrim e bin pacientën që mos me apliku. Mos me apliku. Se kom pas edhe raste të tilla, po që ja kemi dal me i bind. Se është diçka tjetër kur ndoshta ja thot një profesionist, në një fëmijë në moshën 18 vjeqare, edhe ndryshe është kur i flet prindi. Do shta ne jemi pak ma, si me thonë... Jeni kompetent për këtë qështje pa tjetër. Merë dhe interesant se tregove që një djarë, pra, i moshës 19 vjetë, edhe ka qenë vetë vullnetar që në fakt burat e më shefin nga një herë edhe këtë qështje botoksit dhe fillerit. Gratë janë pak më të hapura dhe tregojnë hapur që vetë se kanë apliku. Pra, është numër i madhe dhe i burave që kanë fillua? Po, këtë kohën e fundit. Në cilat pjesë më shumë kërkojnë? Zakonisht ballin, rrudhat afër syrit, një pjesë ma e vogël edhe vijat e buzëqeshjes nazolabialet, por tendenca është tek pjesa e ballit. Aty edhe duket ma shumë edhe kanë muskulaturën ma të fortë mashkujt, edhe aty bëhen rrudhat statike shumë lehtë mashkujt. Ndoshta tek mashkujt e kisha preferu me fillu pak ma herët, se zakonisht mashkujt vinë në mosha ma të mëdha 40, 45-50, vetë se kur janë formu rrudhat statike, edhe është pak vështirë me u tërhek. Mirë, po unë mendoj që kur aplikojnë të një mashkull cilën do prej tyre, duhet me i rujt tiparet mashkullore, se po shoh këtë kohën e fundit që shumë mashkuj po bëjnë intervenime që po duken si femrat pastaj. Kështu që unë mendoj që ajo që aplikon duhet me rujt tiparet mashkullore të një mashkulli, dhe jo me i shëndru në ato femrore. Po, tash ka filluar që të rikthehet kë naturalitetit themi, sepse dikur, para disa viteve, ka qenë ndoshta e dukshme shumë, e kemi vrejtur edhe ne të tjerë që nuk kemi profesioniste as e fushit që ka prejkje në fytyrë.
tash po vazhdon njëjtë apo jam pak më Ka raste edhe të tilla që duken, do me thonë që vinë dhe donë për njëherë me ndryshu shumë, me apliku dozat mëdha. Mirë po shumica prej tyre janë që dojnë me apliku, mirë po sasit vogla, që ndoshta shpesh e ka pak që mos me u duk që ke bo diçka, me u duk bukur, me u duk natyral, po jo me njëherë si del prej klinikës me dvrej dikush me thonë ku ka pas ke bo. Ajo ndoshta është ma e mira, sidomos për vendin tonë ku jetojmë dhe që paragjykojmë shumë. Nora, si komenton edhe disa oferta të tjera që po qarkullojnë në rrjetet sociale, ndoshta ato janë edhe si tërheqje për klientët e ri, sidomos ata të cilët nuk kanë njohuri mjaftueshëm, sepse kemi pasur raste që në për sallone undulimi bëhen këto aplikime. Së janë të rrezikshme? Gjithmonë pacienti e kërkon ma të lirën. Normal se ma e lira për neve është ma e leverdeshme. Mirë po, në momentin kur e shen një çmim shumë të lirë, të një injektimi me njëherë gjëja e parë që duhet me mendu është që produkti që ka ble injektuesi është shumë i lirë, se nuk i leverdis injektuesit me apliku një material të shtrejt me një çmim shumë të ullt. Ato materialet të cilat blejen me çmime shumë të ullta zakonisht nuk janë të aprovuara për FDA-s, nuk janë të certifikuara, mundet me qenë me datë të skadencës, kështu që është shumë e rrezikshme, se mundet me pyet pse, për shembull nëse nuk është i certifikuar produkti, mundet me shkaktu alergji të rënda, mundet me shkaktu deformime të mëdha të fytyrës, mundet me shkaktu dëmtime të indit, mundet me shkaktu dëmtime të enëve të gjakut, domethënë janë disa procedura të cilat mundet me u shfaq pas injektimit të produkteve të lira. Prandaj është shumë rëndësishme me zgjedh vendin ku aplikon, po ashtu edhe produktin që aplikon. Ato me çmime më të larta normal që e kanë cilësinë dhe janë të certifikuara. Nora, të rikthejmë njëherë tek aplikimi filler dhe botox në sezon e verës, në qoftë se vetë se kemi qenë në det, edhe kemi marrë ngjyrë, lejohet? Po, veç është mirë, për shembull, ka shumë pacientë me njëherë mbas plazhit vinë direkt në aplikim. Nuk preferohet për shkak se lëkura është ende e skuqur, është edematoze për shkak të diellit, të rrezeve të diellit, preferohet me pushu, me u qetësu lëkura, pastaj me bë aplikimin. Cilat janë disa këshilla që ju jepni shikuesve tanë që po na ndjekin tani? Për aplikimin e që të dyjave në këtë sezon? Ndoshta me pa vendin se ku po aplikon, është shumë e rëndësishme ndoshta edhe me u cek higjiena tek personi. Në momentin që futesh në një klinikë, është mirë me pyet se kush është aplikuesi, nëse është mjek ose jo, çfarë produkte e përdor, po ashtu edhe higjiena. Higjiena është shumë e rëndësishme. Po ashtu pas aplikimit, në këto ditët e nxehta është shumë e rëndësishme me u përdor SPF. Përdorimi i SPF-it është gjithmonë, jo vetëm tek aplikimet, po e dim që verës për shkak rrezeve të diellit duhet mu apliku edhe në ditët kur nuk ka diell. Ajo ndihmon shumë në ruajtjen e lëkurës. Duhet me hidratu lëkurën në këto ditët e nxehta, pra jo vetëm përmes përdorimit të ujit, që normal duhet me konsumu sa më shumë ujë, po përmes skin boosterëve të ndryshëm, po ashtu edhe me hidratu lëkurën me serume të ndryshme. Nora, edhe pyetja e fundit, cilat janë trendet e si vjetme? A kemi ndryshuar diçka nga vitet paraprapëm? Trendi i si vjetëm është parandalimi. Parandalimi që shoh që shumë pacient vinë, ndoshta jo që ka nevoja shumë dhaja, po dojnë me parandalu, po ashtu edhe mikrobotoksi. Mikrobotoksi për shkak se ajo nuk bën bllokimin e plotë të muskulit, po jep shkëlqim. Shkëlqimin sot ditët e sotme po e kërkojnë shumë. Patjetër, së mos ndoshta janë dy trendet e fundit. Duam me shndrit të gjithë. Nora, faleminderit shumë për kohën, edhe shumë sukses në punën e juaj. E di që jeni shumë angazhuar, po faleminderit shumë që e ke gjetë kohën me ardhur sot bashkë me ne. Faleminderit shumë, Besiona, gjithmonë është kënaqësi me ardhur, kështu që faleminderit. Faleminderit shumë, kënaqësia është e imja. Ne tani shikues po kalojmë në një material tjetër dhe bëhet fjalë për një projekt i cili është lancuar këtë mërkur.